Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vllazërit të nderuar, sonte do të flasim për një temë jashtëzakonisht të rëndësishme. Dhe ajo ka të bëjë me imponimin në fe. A lejohet në mënyrë të dhunshme apo në mënyrë detyruese apo në mënyrë imponuese me detyru dikonin për me pranu islamin? A ka leju Allahu subhanahu wa ta'ala që në mënyrë të dhunshme dikonin me shtin islam? Allahu subhanahu wa ta'ala decidivisht ka thonë Kur'an, la ikrahe fit din. Nuk ka detyrim, nuk ka imponim në fe. Nuk ka detyrim në fe. Thot, a u detyruan shqiptarët pra me dhunë të bëshin musliman gjatë perandorisë osmane? Kjo pyetje nevojitet edhe duhet mu trajtu me dije, jo me emocione, me argumente të shëndosha shariatike, fillimisht sepse perandoria osmane ka qenë perandori islame. Ata janë bazuar në Kur'an dhe në sunetin e Muhamedit a.s. Dhe pastaj në mënyrë historike se çfarë ka ndodhur në pika të shkurtra. Ne si musliman nuk kemi nevojë me shtrembru historinë. Nëse ka ndodhur diçka e gabume, që domosdoshmërisht ka ndodhur diçka që ka qenë e gabume edhe gjatë perandorisë osmane. Se njerëz kanë qenë, ka pas sultan të mirë, ka pas sultan jo të mirë, ka pas ku e diun njerëz të caktuar e kështu me radhë. Përkundrazi, Islami mbrohet me të vërtetën. Kur flasim për historinë osmane, duhet ta dallojmë mes parimit fetar të islamit. Parimi fetar i islamit, shariati, që e ka pas për bazë perandoria osmane. E dyta, ligji edhe administrimi osman. E treta, rastet konkrete të abuzimeve ose të dhunës. Dhe procesi historik i islamizimit të popullsisë shqiptare. Pika e parë është parimi i qartë i Kur'anit. Siç tham, çka ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, la ikrahe fid din. Nuk ka imponim, nuk ka detyrim, nuk ka të themi dhunë në fe. Është sqaruar rruga e drejtë nga rruga e gabuar. Kush do le të besoj, kush do le të mohoj? Me një ajet tjetër kuranor. Ky është themeli vllazni. Suratul Bekara, ajeti 256 pas ajetul Kursis. Bukur. Islami vllazni nuk thot detyroj njërin me besu. Nuk është feja jonë kështu. Para do dite, na e bëm një video me Hoxhën Adem Avdiu, Allah e rujt, për masakrën që e kanë bo në Baranin e Epërm. Kush e kanë bo këtë masakër? E kanë bërë të krishterët ortodoks që me dhunë janë munduar mja imponu fen ortodokse. Dhe ata nuk e kanë pranuar. Në islam, dhuna për fe nuk lejohet. Për me pranu islamin nuk lejohet. Duhet me bo dallimin mes luftës dhe mes pranimit të islamit. Por themi nuk ka imponim në fe. Detyroj njeriu të besoj nuk thuhet, por themi nuk ka imponim në fe. Pse? Sepse besimi i vërtet është besim apo çështje e bindjes. Ti du të mu bind vllai jem që islami është e vërteta. Nuk do me thonë shpatën me marë, edhe në kokë mja vendos edhe me i thonë, o pranoje islamin, o të mbyta. Jo, kjo nuk pranohet tek Allahu subhanahu wa taala. Kjo s'pranohet. Sepse islami e ka bindjen. Ti du të bindesh që Allah ekziston, që të gjithë pejgamberët duhet i besosh, dhe pejgamberin e fundit zbashku me librin e tij që është zbritur nga Allahu subhanahu wa taala ta besosh. Momentin kur ti bindesh, pastaj shpreh me gjuhë këtë shahadet. Dhe pas shahadetit i bën veprat që bie në urdhrat që të ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Bukur. Nëse një person e shpreh shahadetin me gjuhë,
Por me bindje nuk e don fen Allahut subhanahu wa taala. Ky person çka është? Tek Allahu azza është munafik. Tek Allahu është munafik. Nuk i pranon tek Allahu. A e shihni që nëse eventualisht dikush vendos me dhunë dikonin me e fut në islam, këti personit që e ka pranuar nga dhuna nuk i pranohet tek Allahu subhanahu wa taala, sepse ai kufrin e ka në zemër. Ai e beson një fe tjetër pos fesë Allahut subhanahu wa taala. Besimi i vërtet, siç tham, është çështje bindje. Mund ta detyrosh diko me shqiptu me fjalë. Në aspektin e dhunës i thu shqiptoj ose të vrojta, po jo, nuk lejohet kjo me islam. Po që e bëri dikush, gabimisht e bëri. Por nuk mund ta detyrosh zemrën mja ndryshu të ati, nëse nuk i është bindur e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Islami e ndërton davetin mbi argumente edhe bindje. Shihni për shembull të krishterët, i shihni për shembull të feve tjera, pas studimit, pas hulumtimit, pas leximit të gjitha feve, dhe në fund kur ta lexojnë Kur'anin me bindje, çfarë? Me bindje i mbështeten Allahut subhanahu wa taala dhe e pranojnë Islamin. Më thonë e pranojnë Islamin. Bukur. Edhe pejgamberi nuk i detyroi njerëzit. Është pak këtu interneti diçka s'po bën. Bukur. Si pikë e dytë, tham edhe pejgamberi nuk i detyroi njerëzit. Shikoni çfarë thot Allahu azza wa jall, krijuesi yt edhe jemi dhe i gjithë njerëzimit. Thot Allahu subhanahu wa taala, suratu Yunus, ajetin 99. A mos vall ti do t'i detyrosh njerëzit të bëhen besimtar? Çfarë ajet madhështor? A mos vall ti do t'i detyrosh, do t'ua imponosh besimin, njerëzit të bëhen besimtar? Mendoni, ky ishte pejgamberi i Allahut që e solli shpalljen. Ai që dinte të vërtetën, ai që kishte argumentin më të madh. Dhe Allahu i tha, a do t'i detyrosh njerëzit të bëhen besimtar? Kjo tregon se detyra e pejgamberit alayhi salam ishte përcjellja mesazhi dhe thirrja. Don me pranu, bukur. S'don me pranu, lekum dinukum waliya din, unë ty të mbroj me një shoqëri ku janë muslimanët, edhe nëse je jo musliman. Udhëzimi është në dorën e Allahut azza wa jall. Udhëzimi është në dorën e Allahut. E jotja është thirrja, e jotja është argumentimi, e jotja është dëshmia me i tregu kjo dhe kjo është kështu. Dhe bindja jote bie në kundërshtim me krijuesin, nëse don me marr, walillahil hamd. Nëse nuk do në me marë, ne nuk i thrasim muslimanët që t'i dhunojnë pa besimtarët për shkak të fesë, me e shku dhe me e luftu, me i thonë, ti pa tjetër duhet ta pranosh islamin. Lufta është diçka tjetër, pranimi i islamit është diçka tjetër. Dhe thot Allahu azza wa jall, ti nuk mund ta udhëzosh atë që do, por Allahu e udhëzon kënd të doj. Shë sa bukur, Sutul Qasas, ajeti 56. Ti nuk mund ta udhëzosh atë që do, por Allahu udhëzon këtë doj. E joti është thirrja, e joti është daveti. Daveti pastaj duhet bëhet me urtësi. Udu ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Thirr në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe këshill, polemizo me ata që të kundërshtojnë në mënyrën më të mirë. Suratul Nahl, ajeti 125. Pra mënyra është urtësi, këshill, argument, jo detyrim, jo kërcënim, jo terror, jo dhunë ndaj njerëzve, vetëm se e kanë një fe tjetër. Jo. Nuk pranohet tek Allahu me dhunë me shti një person për me pranu islamin. Sepse nëse ti e bën me dhunë, ai nga frika e shpreh shahadetin, por se zemra ti nuk i është bindur Allahu dhe të dërguarit të tij. Andaj ky person tek Allahu është munafik. Dhe thot nga frika e ka bërë që të thot e kum prani islamin.
nuk pranohet tek Allahu subhanahu wa taala. Nëse do të donte Allahu të gjithë do të besonin. Thot Allahu subhanahu wa taala, sikur të kishte dashur Zoti yt, të gjithë ata që janë tokë do të kishin besuar. Këti kish bëu besimtar. Kun feje kun, bëu dhe bëhet. A mos vallë ti do t'i detyrosh njerëzit të bëhen besimtar, si që thamë? Suratu Yunus ajeti 99. Kjo është një përgjigje shumë e fuqishme. Allahu mund t'i kishte bërë të gjithë njerëzit besimtar, por ai ka krijuar njerëzit me sprov, me zgjedhje dhe përgjithësi, prandaj besimi nuk imponohet. Besimi nuk imponohet. Sepse sikur të kishte qenë me dhunë ky Ballkan që ka qenë 500 kuj në sundimin Osman, nuk kishte por, nuk kishe mujt me po as katolik, as ortodoks e as një fe tjetër. Gjithë kishe me qenë musliman. Mirë, por nuk janë. Sepse është decisivisht ajeti që nuk ka imponim në fe. Si duhet sillet muslimani me jo muslimanët? Allahu subhanahu wa taala thot, Allahu nuk ju ndalon që të silleni mirë dhe me drejtësi me ata që nuk ju kanë luftuar për shkak të fesë. Shikoni? Apo shikoni? Ç'po thot Allahu subhanahu wa taala? Suratul Mumtahina ajeti 8. Allahu nuk ju ndalon që të silleni mirë dhe me drejtësi me ata që nuk ju kanë luftuar për shkak të fesë. E ki krishterin, e ki jehudin, komshi, apo ku e dione, nëse nuk ju lufton për shkak të fesë, ju silleni mirë. Nëse të lufton, ti ki më mbrojt, është normale ajo. Pastaj, shikoni dy fjalë. Tabarruhum, dhe silleni mirë me ta. Silluni mirë me ta. Po ashtu thot, të jeni të drejtë ndaj tyre. Kjo është pjesë e islamit ton madhështor. Pika tjetër. Edhe kur ka armiqësi, prap mos bëj pa drejtësi vllai jam. Aq sa është sulmi ndaj teje, aq mund t'ja kthesh, po jo ma tepër. Thot Allahu subhanahu wa taala, let mos ju shtyj urrejtja ndaj një populli që të mos jeni të drejtë. Jini të drejtë sepse kjo është më afër devotshmërisë. Më thonë, mos t'ju shti urrejtja ndaj një populli që ju të bëni të pa drejt ndaj atyre, sepse thot, jini të drejt, kjo është më afër devotshmërisë. Ky ajet është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Islami nuk thot, sepse ai është kundërshtor, bëhu i pa drejt. Se është kafir, bëhu i pa drejt. Se ai nuk është si ti, bëhu i pa drejt. Jo, nuk thot kështu Islami. Përkundrazi, thot, jini të drejt. Jini të drejt. Po ka luft në islam? Po normalisht që ka. Tash për një herë. Që islami ka luft. Bukur, cili shtet nëse sulmohet principet ati shteti, ligjet ati shteti, apo kodhe dione, apo të sulmon armiku, cili shtet nuk lufton? Mos më shitni kabadai këtu. Nuk ka shtet, nuk ka vend që mbron vendin e vet, që mbron atë sistemin e vet, që mbron territorin e vet. Nuk ka. Po dhe islami ashtu e mbron. Kur është e nevojshme e mbron. Normalisht institucionet e mbrojnë. Na nuk hyjmë në ato çështje që na shpallim luftën. Jo. Institucionet. Ata mirën me këtë punë. Islami nuk e mohon ekzistencën e luftës, por lufta nuk do të thotë detyrim për të bërë besimtar. Nuk do të thotë detyrim nëse ti lufton, ato me dhunë, me i thonë që me e pranu islamin. Jo. Nuk do të thotë kështu. Pastaj, thot Allah subhanahu wa taala, luftoni rrugt Allahut ata që ju luftojnë, por mos e teproni. Suratul Bekare ajeti 190. Po ashtu këtu duhet të mësojmë të bëjmë dallim. Lufta nuk është e njëjtë me konvertimin me dhunë. Sepse ti luftë bën, apo shkon për shembull e çliron një vend të kufrit, shtetet muslimane, kalifati i muslimanëve, dhe jo domosdoshmërisht kur e merr në pushtetin e saj, me dhunë ju thot ju duhet ta pranoni islamin. Jo, kështu nuk bën. E merr territorin, porse as kishat nuk ja prish, vend adhurimet e tyre nuk ja prish, as nuk i nguc priftërinjet, as të gjithë jo muslimanët nuk i nguc, përkundrazi. Ka hadithe të rrezikshme që thot kush e mbyt
një jo musliman, një muahid, që është brenda shoqërisë islame, nuk ka menuhat aromën e gjennetit. Ka një jo musliman nëse e vret muslimani. Kjo është feja jonë. Feja jonë nuk është feja terrorit. Feja jonë nuk është e akteve terroriste. Feja jonë nuk është fe që nxit dhunë, që nxit trazira në vende. Qoftë vendet muslimanëve, qoftë vendet jo muslimanëve. Është fe madhështore. Është fe disiplinuese. Është fe institucionale. Edhe në një kontekst lufte, nuk mund të thuhet detyroj të gjithë ta ndryshojnë fen. Kjo është një çështje tjetër. Po pse lufta? Po mirë vëlla, pse luftum në Kosovë atëre? Pse luftum? Ndaj armiqve. Ata na morën, ne jemi këtu. Edhe hajtë mos luftojmë atëre pra. Më thonë, mos të sillemi kapadai që islamin të godosim, që islami ka kështu dhe kështu. I marrin disa prej ajeteve, disa nga anti-islamistat, që Allah i ka potencu kur dinin në luft, qëfar? Të goditen me shpata e ku e dione, edhe tani të godasim, ja, thot Kurani ka terrorizëm. E mirë, ti a kimi limuar miq kur dalish në luft atyja? Qa kime boti? O kimi vro, o ka me të vro? Du të mi shiku këtë gjëra. Kur ka luft, ka luft. Kur s'ka luft, kaq. Nuk duhet me Shikoni ju templarët e juaj, shikoni ju krytëzatat tuaja çfarë masakra keni bërë ndaj fes tjetër. Këto i keni harruar, apo? Historia e Nexhashiut. Një shembull madhështor është Nexhashiu. Nexhashiu vllazni ishte krishter dhe e pranoi islamin. Allahu na ka potencu subhanallah që i sheh që sytë e tyre mbushen me lot. Krishter, katolik. Kur ti tregon në mënyrën më të mirë Marien apo Merjemen, kur ti ja tregon historinë e Jezusit apo Isaut a.s. e sheh, o ti krishter, o ti katolik, o ti ortodoks, e sheh që ne e dojmë Isaun a.s. E sheh që një sure posaçme është për nënën e Isaut apo Jezusit a.s. Ndërsa fetë tjera, fetë jehude, çfarë i thon Jezusit? Çfarë i thon Marijes? Dhe ju i doni ata më shumë se sa neve. Kjo është padrejtësi. Kjo është padrejtësi. Ne u pranojmë profetin e juaj, ndërsa jehudët nuk e pranojnë profetin e juaj. Në bindjet e tyre, në librat e tyre kanë një adhurim që është pështyma ndaj jush. Ju pështyn juve të krishterëve, jehudët. A nuk keni xhelozin thojza për fen tuaj? A vetëm se ata janë kundër muslimanëve, të bëhem edhe unë kundër, me ta bashkë me të, të bëhem kundër muslimanëve? Keni drejtësi pak, subhanallah. Merrni mësim pak ndaj muslimanëve, nga muslimanët, të cilët çfarë thonë? Mos ju shtiu rrejtja ndaj një populli që të bëheni të padrejtë. Allahu Akbar. Ajet madhështor. Por se ka katolik, ka krishter, që kur ja u tregojmë historinë e Marijes, Merjemës dhe Isaut a.s. Lotët ju dalin, sepse kemi surën në Kur'an. Thot kur muslimanët u torturuan Mekë nga i dhujtarët, nga populli i vet. E shikni ju disa shqiptar të cilët i shfaqin në gjuhët e tyre urrejtje, që subhanallah as shqijet nuk i kemi pa që i kemi armiq të përbetuar ton. As i lloj gjuhe me dal me bë thirrje, me na pre, me na masakru, me na djeg me acid, apo me vra, apo me prej në qafë të parën e muslimanëve këtu, domethënë bashkisë islame. E ku e dione, gjitha këto gjëra me i bën një shqiptar, me thon vetit shqiptar, shumë e çuditshme. Urrejtje te i mase, subhanallah. Kush ti ka mësu ty o njeri? Pse këtë urrejtje e kinde muslimanëve? Dhe qfar? Thot kur muslimanët u torturuan Mekë nga populli vet, si kur sot i shohim disa shqiptar që jetojnë në Evropë dhe nga atje na sulmojnë me lloj fjalësh. Dhe thot u torturuan Mekë, ata një grup prej tyre emigrojnë në Habeshe. Pse? Sepse atje ishte një mbret i drejtë. Dhe ai mbret ishte krishter vllazni.
Ishte katolik, ishte krishter në atë kohë. Pejgamberi a.s. tha, atje është një mbret tek i cili askujt nuk i bën padrejtësi. Ka njerëz të mirë, edhe prej të krishterëve, të cilët sillen mirë, të cilët janë të sinqertë. Dhe nëse është i sinqert me Allahun Azza wa Jall, Allahu Azza wa Jall ka për t'ja hapur zemrën. Ka për t'ja hapur zemrën dhe kur ta lexon Kur'anin, do të çaj dhe ka sinqeriteti Allahu ka me udhëzuar me lenin Allah subhanahu wa taala. Thot kur Gjafiri radiallahu anhu e shpjegoi Islamin, ja shpjegoi Islamin dhe lexoi nga surja Maryam, në Gjashiu mbreti krishter çajti, subhanallah. Allahu thot, kur dëgjojnë atë që është zbritur të dërguarit, Muhamedit a.s. Kur'ani, tha i sheh sytë e tyre të mbushur me lot, tha. Suratul Maide ajeti 83. Pra dëgjim, argument dhe bindje. E jo imponim. Ta tregoj o nderum. Kjo është feja vërtet. I sjellim argumentet, faktet, dëshmit. Nëse donë me pranu, walillahi alhamd. S'do me pranu, lekum dinukum waliyadin. Ti e ki fen tonë, unë e kom fen time. Dhe unë e ty të mbroj me lena Allah subhanahu wa taala. Tani le t'i hym çështjes Osmane. Tani të vim tek një pyetje që na intereson shumë neve shqiptarëve në trojet tona. Ai detyruan vllazni Osmanët, shqiptarët të bëheshin musliman, tu du të jemi të saktshëm. Nuk është akademikisht, dhe më thonë e drejt mu thonë që në 500 vjetë perandori Osmani nuk ka pasur asë një rast dhune, presioni apo abuzimi, jo mërë ka pas në erë. Në shqiptarët në Mezveti, popull vetë në Kosovë, apo në Shqipëri, apo në Macedoni, apo koj dine, partit në Mezveti që janë të dytë musliman, apo të dytë shqiptar, po themi, luftojnë opozit, e lërë mo një perandori që ka ardhë, dhe nuk ka përdor ndonjëherë, por normal më në herë përdor, jo probleme, jo ngritet populli, jo çmimet e larta, jo ku e diune, jo drejta, ç'drejta, ndodhin këto sene. Por kjo nuk është në pretendimin e tyre se shqiptarët u bën musliman masivikisht, sepse Osmanët i detyruan me shpatë. Nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtet. Ka pas një rast kur një prej sultanëve, nuk kujtohet emri, ka menu që me zër mi bo musliman. U qu Shekhull Islami i asaj kohe. Tha la ikrahe fit din. O sultan, ki frikë Allahun, nuk ka detyrim në fe. Me zër su nishti njerëzit në fe. Dhe u tërhoq. Kjo është feja jonë madhështore. Një individ që mund të bëj gabime, nuk i atribuohet Islamit. Thot, ky pretendim është shumë më i madh se nuk përputhet në mënyrë se si ka ndodhur historikisht procesi. Islamizimi i shqiptarëve ishte proces gradual vllazni. Islamizimi i shqiptarëve nuk ndodhi me një ditë, nuk ndodhi erdhën Osmanët, vendosën shpatën, edhe gjithë shqiptarët u bën musliman. Po s'është e vërtetë kështu? S'është e vërtetë Allah? Mas 2 shekujve u bën muslimat, mas 200-300 vjetëve, Islami u përhap masifikisht, a ishte perandoria Osmane. Si kur të kishte me qenë me dhunë pranimi Islamit, në 30-40 vjeqin, apo 10 vjeqin e parë i kishin bo musliman me njerë. Me njerë i kishin bo musliman. Po kjo nuk është e vërtet. Thot procesi zgjati shekuj, në shumë zona, sidomos në fillimin e studimit islam, Osman, shumica popullsisë vazhdoi të ishte e krishtere. Ishte e krishtere o vllazni dhe nuk e pranoi Islamin. Islamizimi u intensifikua gradualisht gjatë shekujve 16 dhe 18. Subhanallah. Dhe më thonë periudhën e fundit gati të perandorisë osmane. Më thonë periudhën e mesme dhe të fundit. Dhe sikur të kishte qenë me dhunë, me shpat, po, kur ka ndodhë lufta me Car Lazarin, normalisht ka pas luftë, ka pas shpat, po s'do me thonë që shpata aludon në pranimin e Islamit. Jo, ty ta ka leju fen. Lufta po, por se lufta është
për sundimin islam, por jo në mënyrë individuale me shku mi dhunu njerëzit edhe me thonë ti ose ki mu bo musliman ose ki mu vra. Jo asësi, nuk lejohet sipas islamit kjo. Kjo vetë është një pikë shumë e rëndësishme kundër tezës së një konvertimi të menjëhershëm me shpatë. Nëse qëllimi do të ishte thjesht bëu musliman ose vdes, atëherë do të prisnin një proces të menjëhershëm edhe uniform në pranimin e islamit. Për një herë qysh në 10 vjetëshin e parë, në disa dekadat e para do të ishte pranimi i islamit. Por realiteti historik është shumë kompleks. Si funksionoi sistemi Osman aso kohë? Perandoria osmane ishte një shtet islamik, por ajo administrante një popullsi shumë fetare. Shumë fetare. Mezën e tyre ka pas edhe krishter, ka pas krishterë që kanë qenë shqiptar, administrator apo guvernator në Liban ka qenë katoliku shqiptar. Thot brenda sa jetonin musliman, ortodoks, katolik, armen, hebrej, komunitetet tjera, jo muslimanët e kishin statusin e tyre juridik edhe institucional. Kur ka ardhë në trojet tona, Perandoria Osmane, i ka lën të administronin vendet e tyre. Nuk ua ka marë pushtetin. Sikur sot për shembull, nëse NATO ka hyrë tek ne, shtetet e mëdha evropiane në fut tek ne, në kanë shpëtu nga Serbia. Njëjtën gjë kanë bo Perandoria Osmane ka ardhë dhe na ka shpëtu prej kujt? Prej Car Lazarit. Atëherë ka qenë mbretëria e tij. E tash nëse dikush ka qenë me Car Lazarin, në diçka tjetër. Dhe thot komunitetet fetare kishin struktura të veta, kisha dhe institucione fetare vazhdonin të ekzistonin. Kjo është shumë e rëndësishme. Nëse pretendimi është që Perandoria Osmane i detyron të gjithë muslimanët të bëheshin musliman, vetë ekzistenca komuniteteve të mëdha krishtere brenda Perandorisë Osmane për shekuj me radhë e bën këtë pretendim të kundërt. Kundërt. Shiko vllazni në Shqipëri. Sa përqindjen musliman, sa përqindjen katolik, e sa përqindjen ortodoks. Ka, përqindje ka. Më thonë, nuk ka pas dhunë në pranimin e islamit, se feja nuk e duron. Feja nuk e lejon. E dikush fut dyshime dhe thot, po gjizja, thot. Dikush mund thot, po gjizja, nuk ishte kjo presion gjizja? Po ka dalbe i ndëru. Në se cilin shtetë dhe sot modern, ti pagun të atim. A pagun të atim shtetit. Qoftë musliman, qoftë jo musliman, qoftë i varfër, qoftë pa i varfër, pagun të atim. Edhe krishter, zekat s'kan pas, sadaka s'kan pas, as zekat, as sadaka, që musliman t'i kanë dhonë, e kanë dhonë një pjesë simbolike të gjizjes. Edhe gjizja është një shumë e vogël simbolike. E tash paramendo. Për mjë largu kinë se gjizjes, ata e pas kanë pranu islamin, bukur. Po me pranimin islamit, aj musliman i cili ka pasuri du të me dhonë zekatin. Me pranimin e islamit, aj si musliman du të me shku në gjihad me Perandorinë Osmane, me shku me qliru vendet të ndryshme. A përshet që çështja është ma e rëndë se sa me qenë një katolik apo krishter apo jo musliman. Sepse nuk ki obligime. Kur ti e pranon islamin, ki obligime tjera. Ndërsa si katolik i ki obligime tjera. Nuk të dallon çështja. Duhet ta kuptojmë në kontekstin juridik të kohës, në sistemin klasik islam, jo muslimanët që jetonin në studimin islam kishin një status juridik të veçantë dhe paguanin detyrimet fiskale të asaj kohe. Por nuk duhet ta shpjegojmë thjesht si paguaj ose bëni musliman. Sa është kjo? Kjo nuk është kjo. Unë e çuditëm subhanallah prej disa historianëve s'po thon bashkor, pak që i ka kop koha komunizmit, që thonë gjizja ishte sebeb që shqiptarët e pranon islamin. E pse që kjo gjizje nuk ishte sebeb për popujt e tjerë, veç për shqiptarët ku ka gjizja? Veç për shqiptarët gjizja ku ka, edhe për bosnjakët. As për maqedonët, as për malazest, as për serbt, as për asnjënin, veç për shqiptarët edhe bosnjakët që nga gjizja, problemi që e pas kanë pranuar islamin. Kjo e çmendërie, kjo elhamdulillah që kanë dalë historian bashkëkohor që po i trajtojnë këto gjëra edhe pikfjellojnë njerëzit. Se jemi mush me histori nga kuzhinat e Rusisë, e Beogradit e ku e dione. Thot, kjo do t'ishte një karikaturë e sistemit, me thonë kështu. Megjithatë duhet ta pranojmë edhe se sistemi nuk ishte i barabartë me konceptin modern të shtetësisë sekulare, laike, që është sot, dhe të barazisë juridike moderne. Kjo është histori dhe historia duhet shpjegohet në kontekstin e saj,
Qysh ka qenë atëherë? Bukur. A ka pas konvertime vullnetare? Normalisht që ka pas. Normalisht që ka pas. Dhe kjo është një pjesë shpesh pra disa mujve që është botuar, edhe aty trajtohen dokumentet që vetë shqiptarët vetë jënë deklaru me nënshkrimin e vetë që unë po du mu bo musliman me letër i ki, me dëshmi në për arkiva. Vetë e kam pranu islamin. Unë po du mu me pranu islamin, kaq. As dhun, as gjë, as kur gjo. Pse e ka po? Se feja islame është fe vetë me pranuar të Allah dhe e ka vret që islami e refuzon i dhujtarin. I refuzon gjithë ata që i mohojnë pejgamberet e Allahut subhanahu wa taala. Njerëzit mund ta pranonin islamin për arsye të ndryshme. Bindjet fetare lidhe me institucionet islame mundet me pra, unë nuk po thon në mënyrë individuale, a mund të ketë njerëz pse se kanë pas privilegje, është normal. Dikush mund ta ketë pranuar edhe këto. Se hekin nga mundësit. Po është në përgjithësi nuk ka qenë me dhunë pranimi i islamit. Pra motivet nuk kanë qenë gjithmonë vetëm një, dhe kjo është normale në historinë e procesit të madh fetare shoqëror. Bukur. Shqiptarët nuk u bën të gjithë musliman njëkohësisht. Kjo është shumë e rëndësishme. Nëse shikojmë historinë shqiptare, do të shohim se për një kohë të gjatë bashkëjetuan musliman, katolik, ortodoks. Kishten familje që dikush prej familjarëve kishte pranuar islamin, dikush prej familjarëve ishte akoma katolik. Dikush prej familjarëve ishte akoma ortodoks, e kështu me radhë. Edhe nuk kishte problem. Edhe sot kjo trashëgimi është e dukshme nëse perandoria osmane do ta kishte ndjekur një politik thjesht, të gjithë shqiptarët do të më bo musliman, ose ju hiqet koka, atëherë s'kishte Mehmet katolik e as ortodoks. Leni ato palavrat që thënë, po jo, katolikët shkun me një mal caktum atje e rujtën besimin. Kjo është palavër. Kjo është palavër. Islami nuk e duron dhe nuk e lejon që fen me përhap me dhunë. Duhet me bo dallimin. Territori kur të mirët, futet në sundimin islam dhe individi për më bo musliman. Duhet me bo këtë dallim. Po e bëre këtë dallim, atëherë u qartësua çështja e kësaj gjëje. Mos e ngatroni islamizimin me turqizimin. Subhanallah. Po du me rrok edhe një temë me rëndësi, vllazni. Shumë manipulohet me çështjen e një lloj marrëveshje mes Jugosllavisë apo mes mbretërisë serbokrate slovene atëherë dhe Turqisë moderne pas rrënjes perandorisë osmane për dëbimin e shqiptarëve. Edhe di çka thonë? Çapëshë. Turqia ka bo marrëveshje me shkijet që shqiptarët mi dëbu atje. Bukur, cila Turqi ishte? A ishte Turqia islamike, a ishte Turqia laike nacionaliste? Jepëm përgjigje. Ti apo ma lavdon Ataturkun, po në kona Ataturku të bo që ke marrëveshje. Ataturku e luftoj perandërinë, Ataturku e luftoj islamin. Atër ku jemi? Api kupton e logjikën. Në më thonë, qeveri nuk ishte islamiste, po themi në thojza. Nuk ishte qeveri që i kishte ligjet islamike. Nëse ju e lavdoni atë qeveri laike dhe nacionaliste, pikërisht që e qeveri bëri marrëveshje me mbretërinë kroate, serbo-kroate, slovene dhe shqiptarët i dërgoi. Edhe çfarë bëri? Kjo është një çështje tjetër. Çfarë bën shkijet këtu sërbët? Sërbët thanë popullsinë turke na po e deportojmë në Turqi. Popullsinë turke po e deportojmë në Turqi. Dhe laikët dhe nacionalistët e pranuan këtë duke menduar se këta janë turq. Të njëjtën gjë. Sot a e keni pa narrativen e lëvizjeve anti-islame që na thojnë ju jeni turko-arab. S'keni vend nga këtu. Edhe thot 70% ju jeni aziatik edhe duhet me lonë këtë vend. Kështu thonë. Kështu thot ai njëri ju i cili e ka lshu tokën e vetë për kish, në vështëri, në rrethinën e vështërisë. 70% do në mi largu prej teritorit tonë. E ti qka kime me 30%? Man, jeni tu qu ujin mullirin e armikut, o njerës, andaj kujdes me këtë gjë. E pastaj,
nuk u bë depërtimi I madh në periudhën e parë, sepse ishte lufta e dytë botërore. Pastaj në kohën e Rankovićit çka u bë? Në kohën e Rankovićit pastaj kishte presione të mëdha ndaj shqiptarëve këtu dhe u detyruan të shkojnë në Turqi. Pse po më shitesh Kapadai edhe nuk po don me kuptu, apo me qëllim s'po do me kuptu, po në kohën e ish Jugosllavisë, në kohën e Miloševićit, çka bën shqiptarët? A u larguna, shku në Evropë. Pse shku në Evropë? Shkaku I presioneve të mëdha prej shkive, shkaku presioneve të mëdha nga Serbia, nga Miloševići, qeveria e tij. Dhe shqiptarët sot I kinë në Evropë. Një dyqan nëse ka desht me qel me hap, në Kosovë s'ka mujt me qel me hap. Një biznes ka pas presion prej shkive. Vesh një çështje politike, nëse është munduar pak, ka qenë kundër qeverisë, kundër politikës atëhershme, shkive është arrestu, apo është edhe vra, edhe është dashur mu largu shqiptari prej Kosovës me shku në Evropë. E po të njëjtën gjë e kanë bën kohën e Rankovićit, disa prej shqiptarëve që kanë shkuar në Turqi për shkak të dhunës sistematike që e kanë bë. Shkijet Jugoslavia e Titos. Unë du të mi ditë të sene, vëlla. Pastaj, shqiptarët mos e ngatroni si shtam islamizimin me turqizimin. Një gabim tjetër është shqiptarët të bën musliman sepse u bën turq. Kjo gjithashtu është e pasaktë vllazni. Ilirët u bën katolik sepse u bën romako-latin. A mi thonë qështu anë? Për njëta gjë vëlla. Nëse ti më thu mu, unë jam bë turk, pse jam bë musliman, atër dhe unë ty po të thonë, ti je romako-latin. Nuk je shqiptar. Ose ky ortodoks I cili është bë ortodoks, ti themi sërbo-greko-rus. Nuk shken këtë punë kështu. Këto punë nuk shken kështu. Kombi është diçka tjetër, identiteti është diçka tjetër I kombit, dhe feja është diçka tjetër. Secili është koncept në veti. Islamizimi është proces fetar, turqizimi është proces etnik, nuk është proces fetar. Shqiptarët vazhduan të flisnin shqip, të ruanin traditat, lidhjet familjare dhe identitetet lokale. Sot asaj dite, përmi 500 vjet e 600 vjet, në hala shqip po flasim. Shqip jemi të folë. Ndërsa ajnë Maltzi, apo ajnë Sanxhak, apo ajnë Maqedoni, ku e diune prej feve të ndryshme pos islamit, nuk flet gjuhën shqipe. Andaj mos manipuloni. Një argument shumë I rëndësishëm është koha. Mendoni për këtë. Perandëria Osmane hyrin territorit shqiptare në fund të mesjetës, po pjesa më e madhe e islamizimit shqiptar nuk ndodhi më njëherë. E çka bën në Spanjë të krishterët, kur ishte 7-8 shekuj Islami atje dhe sundon të Islami, pasi që ra perandoria Islama aso kohë në Andaluzi, çka bën të krishterët atje? Këto historinë ai dim, vllazni. Nuk keni mundësi me na manipulu. Ju mundi me manipulu vetëm ata të cilët nuk lexojnë. Por pjesa më e madhe e islamizimit shqiptar nuk ndodhi më njëherë, thotë ajo zhvillua gradualisht, shqiptarët të bën musliman me shpat. Jo, s'është e vërtet. Ku është prova e një politike të përgjithshme që shqiptarët të bën musliman për shkak shpatës? Po ashtu nuk mundemi me I romantizu perandërinë Osmane me thonë që kur s'ka pas gabime. Jo mër ka pas, s'ka qenë perfekte. Ata ishin njerëz, kishin sultan drejt, kishin sultan pa drejt, kishin administrator të mirë të këqij. Sikur në kohën e mas Muavijes radiyallahu anhu, a mbytën nipin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, që ishin administrator I një nahije të caktuar, edhe pse djali Muavijes nuk e urdhroi ato që me vron nipin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, po ai e bëri. Çfarë ti themi tash, Islami është I keq? Domethënë në mënyrë individuale nuk gjykojnë gjërat e përgjithshme. Kishte periudha stabiliteti, periudha konflikti, kishte abuzime, por një abuzim I një administratori nuk do me thonë me akuzu Islamin, sepse ti nëpërmjet një sultani, nëpërmjet një administratori, nëse ka bo dhun, ka bo diçka keq, ti tash po do me lidh për me godit Islamin, jo po kështu nuk shkon. Islami është fe, individi është individ. Bëje dallimin mes individit dhe Islamit.
Islami dhe një rast dhune nuk është automatikisht provë se Islami kërkon konvertim me dhunë. Tu duhet me bë dallimin. Islami nuk mund të gjykohet vetëm nga sjellja një perandorie. Nëse dikush thotë ky shtet muslimani bëri këtë dhe këtë. Na e këshirim thotë çka thot Kur'ani dhe Suneti. Kaç. Dhe Allahu azza wa jall thotë Allahu urdhëron drejtësinë dhe bamirësinë, suratul Nahl ajeti 90. Pra nëse një musliman bën padrejtësi, nuk i themi ky është Islami. Allah. Na shqiptarët jemi musliman këtu në Kosovë mbi 90%. Mirë po, plot ziza ka. A pin alkohol, a bën zina, a përdor drog, a bën vrasje. Ku e diun e gjitha zizat. Ata akuzojmë Islamin se është kështu? Që musliman kështu janë. Nuk është kështu vëlla. Apo një prisi një shteti musliman është kështu dhe kështu. Ta akuzojmë Islamin, kështu nuk shkojnë gjërat. Po themi ky musliman ka bërë padrejtësi. Një shembull nga realiteti shqiptar është, sot kemi shqiptar musliman, katolik, ortodoks. Dhe kjo është një dëshmi se historia jonë nuk mund të reduktohet në një fjali të gjithë u detyruan me shpat. Historia është shumë më komplekse, ka pasur familje që kanë pranuar Islamin, ka pasur familje që kanë mbetur si katolik, ka pasur familje që janë bërë ortodoks, ka pasur edhe kalime fetare në drejtime të ndryshme. Kjo është historia. Kurani na mëson që të mos bëhemi të padrejtë. Thot Allah subhanahu wa taala, le të mos ju shtiu rretja ndaj një populli që të bëheni të padrejtë. Prandaj dhe kur debatojmë me katolik, ortodoks apo ateist, mos të gënjejmë, mos shpikim histori, mos të mshefim fakte, mos të përdorim statistika të rreme, mos t'i përgjithshojmë gjithë njerëzit, sepse muslimani nuk ka nevojë për gënjeshtër për ta mbrojtur të vërtetën. Ata anti-islamistat që po na godasin shumicën e postimeve të tyre, shumicën e organizimeve të tyre që bëjnë kundrejt muslimanëve e kanë gënjeshtra. Po gënjeshtra i ka këmbë të shkurta, ka thonë populli jonë, fjale e urtë madhështore. Dalin dikura ato rrenat të cilët janë duke e goditur. E qisin një kryetar në Bashkisë Islame atje në Sanxhaka në Serbia ku është, thot unë nuk jem shqiptar. Edhe tash çka? Pa i nuk është shqiptar. Ai s'është shqiptar. Ai është bosnjak. Pi flet audiencës shqiptare, unë thot nuk jem shqiptar. Po unë jam me juve, sepse feja më bashkon mu me ty. E këta tjerë tash e marrin ato edhe godasin Islamin. Ai i çmendur vetë, ai i interesim mirë ti. Ai po të kallzon, unë thot nuk jam shqiptar, po neve na bashkon feja, na jemi bashk. Një të nxo, e ka bo edhe ky prifti i Kosovës to, na shej braçi pravoslavni. A ka thonë, vëllezërit tanë pravoslav, sepse feja i bashkon. Çfarë të thuash kur dikush thot Islami e përhap me shpatë, themi, le të bëjmë dallimin mes pushtimit domethënë apo çlirimit të një vendi dhe konvertimit fetar. Mirë, po një shtet mund të pushtojë një territor, por kjo nuk do të thot automatikisht qyshtam se popullsia është konvertuar me forcë. Pastaj mund ta pyesim, ku është urdhri i përgjithshëm Osman detyroni gjithë shqiptarët të bëhen musliman ose vritni? Ku o gjeje? Nëse nuk mund ta sjell në dokument të tillë, atëherë pretendimi duhet rishikuar, por ne gjithashtu duhet jemi të ndershëm dhe të themi, ka pasur raste presioni, privilegje dhe pabarazish juridike dhe këto duhet studiuar. Dhe Islami nuk ka nevojë për shpatë për të hyrë në zemër. Nëse një njeri e lexon Kur'anin dhe i bindet dhe thot la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, kjo është bindje. Nëse dikush e thot nga Afrika, nuk pranohet tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe për fond e kemi mesazhin për sot. Nëse dikush na sulmon edhe na thot ju jeni fe e dhunës, mos u përgjigjni me zemrim, po hapni Kur'anin edhe direkt shkoni te surja Bekare, ajeti 256, edhe thuni nuk ka imponim në fe. Ajeti tjetër, thirr në rrugën e Zotit tonë me urtësi dhe këshill. Ajeti tjetër, të silleni mirë me ta dhe të jeni të drejtë ndaj tyre. Pastaj tregoja historinë e Nejashiut, pastaj tregoja historinë e marrëveshjeve të pejgamberit alayhisalatu selam, dhe kur flisni për Osmanët, flisni me argumente dhe historike dhe jo me mite. Dhe të dashur vëllezër, ne nuk kemi turp nga ajo që besojmë. Ne besojmë se Islami është feja e Allahut, por ne gjithashtu besojmë se nuk ka imponim në fe. Fto, mos detyro, argumento, mos kërcëno, këshillo, mos terrorizo. Bëj drejt
dhe kur tjetri nuk pajtohet me ty, dhe kur flasim për historinë tonë shqiptare, mos lejmë që historia të përdoret për ta shpifur islamin. E vërteta është më e fortë se propaganda. Dhe nuk themi erdhi shpata dhe shqiptarët u bën musliman. Por po aq nuk është serioze të themi se një perandori, domethënë, nuk ka pas asnjëherë ndonjë presion të caktuar, që është normale, ne jemi drejt, ne themi ato që e dim, dhe aty ku nuk dim themi Allah e di më së miri, dhe Allah subhanahu wa taala thot: mos lejoni që urrejtja ndaj një populli t'ju shtyjë të bëni të padrejt, sepse jini të drejt, ajo është më afër devotshmërisë. Allahu na bëft atyre, na bëft prej atyre që ta njohim të vërtetën, ta ndjekim, ta përcjellim me urtësi. Allahu na ruaj nga ekstremizmi, nga padrejtësia, ignoranca dhe shpifja. O Allah, na forcon fen tonde, na jep dije të dobishme, na jep urtësi nda vet dhe na bëj të drejt ndaj të gjithë njerëzve. Amin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft. Allahu të shpërbleft.